Përshëndetje Denada, uroj që të jesh mirë, më vjen mirë që po të shikoj, po shkëlqen, po duke shumë mirë, nice që po të shikoj. Si ke qenë ti, mirë? Mirë, është pak, jam shumë mirë. Okej, më vjen mirë. Po bëjmë të video si të kam lajmëruar për të parë rezultatet nga programi Get Release për si je tani mbas diku 3 vite e 2 muaj që ti ke përfunduar programin. Edhe kam disa pyetje nëse mund t'i përgjigjesh një nga një. Të periudhë që kur ke mbaruar programin Get Release, si ke qenë? A ke pasur simptoma të ankthit, po gjendje pagjumësie? Si ka qenë situata jote e përgjithshme? Jam shumë mirë. Unë kam sipas asaj që mënyrës e praktikimit kam arritur të menaxhoja diku pas mënyrën e ankthit deri në pikën sa unë nuk e di më se çdo të thot ankth. Unë menaxhoj shumë mirë situata, unë jam shumë e lumtur, kam një jetë sikurse të gjithë njerëzit të ngarkuar, nuk e përdor fjalën stres sepse nuk e di se çfarë është stresi më. Për mua çdo kush nga ne ka ditë më shumë të ngarkuara ose më pak të ngarkuara. Lodhet janë shumë normale, mendimet janë shumë normale, po brenda kuadrit të pasurit një jetë të shëndetshme, të menduarit aq sa është e nevojshme. As më e tepruar, as me ndjesinë se çfarë do ndodhi, i marr gjëra shumë tek i tizi, lehtësisht, kur unë mendoj sikur do kishte shpëtim, por që tani vjen me qesh. Si ndihesh për të ardhmen? Ke pas ndjenja të mira për të ardhmen? Je ndjer optimiste gjatë kësaj periudhe? Me thënë të drejtën, që nga momenti që unë i kam praktikuar të gjitha ato që sapo ju i tha tashmë, për të mos u bërë përsëritse, unë e shoh jetën ndryshe. Domethënë, nuk kam atë peshën e ngarkesës të tepruar dhe nuk them që nuk bëhet, them edhe nëse është për mua do bëhet, edhe nëse s'bëhet s'ka qenë për mua. Thjesht unë mundohem aq sa unë e mendoj të arsyeshme dhe gjërat vijnë realisht vetë atëherë kur duhet dhe si duhet. Domethënë unë shoh me ngjyra, ku dëgjon për mua domethënë është çdo gjë shumë më e thjeshtë. Edhe gjatë ditës perfekt. Unë jam shumë mirë dhe i shoh shumë lehtësëm, i shoh gjërat ndryshe, shumë ndryshe. Nuk kam ditur të t'i shoh kështu. Shumë mirë. Më vjen shumë mirë Denada. Kam edhe një pyetje të fundit që jam kurioz. Gjatë kësaj periudhe e ke pasur këtë mirëqenie duke praktikuar rregullisht apo dhe s'ke praktikuar po prap ke qenë mirë? Është shumë e rëndësishme kjo për dëgjuesit që mund ta dëgjojnë këtë video. Unë e kam praktikuar rregullisht. Do të thënë praktika në fillimet e mia ishte shumë e rregullt, me ato që ti më kishe përcaktuar, me mënyrën si duhet veproja. Ndërsa them dhe diçka, unë jam shumë e lumtur për vete normalisht, shumë e lumtur që të kemi dhe ty. Edhe një thirrje për gjithë ato që do të shikojnë videon, është shumë e thjeshtë, me specialistët e duhur, me profesorët e duhur, me Justinin mbi të gjitha. Kam përshtypjen, po kam sigurinë që jeta është më e lehtë se sa ne e mendojmë. Shëndeti mendor është i pari. Edhe gjatë ditës perfekt. Denada, të falenderoj shumë për këto fjalë mbi programin që kemi ndjekur bashkë. Jam shumë i lumtur që po vazhdon të jesh shumë mirë edhe po duket rrezatimi yt. Jam shumë i lumtur për ty.